Pas gati një viti paralizë politike, Kosova kthehet në zgjedhje të dielën, me një votim që mund të përcaktojë nëse vendi bën përparim në rrugën e saj të bllokuar drejt Bashkimit Evropian. Zgjedhjet e shkurtit pan një fitues të qartë, partinë qeverisëse vetëvendosja të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, e cila mori 42% të votave. Megjithatë, ajo nuk arriti të siguronte shumicën absolute dhe më pas nuk ishte në gjendje të formonte një koalicion me një parti tjetër. Partia e Kurtit e ka shtyrë Kosovën në një izolim më të thellë, pasi qasja e saj populiste e krau të majtë dhe përpjekjet për të pohuar sovranitetin e Kosovës në veriun me shumicë serbe kanë tensionuar marrëdhëniet si me SBA-n ashtu edhe me BE-n, duke quar në masa ndëshkuese. Një zëdhënës i Kurtit nuk pranoi të komentojë për këtë artikull. Asnjë nga partitë kryesore të opozitës nuk donte të bashkëpunonte me vetëvendosjen, as nuk i miratuan përpjekjet e shumta të Kurtit për të emëruar një kryetar parlamenti. Kurti madje ofroi të hiqte dorë nga pozicioni i tij si kryeministër për të qetësuar opozitën, por pa sukses. Kjo detyroi presidenten Vjosa Osmani të çonte vendin në zgjedhje të parakoshme, duke i bërë këto zgjedhjet e shtata parlamentare të Kosovës, që kur ajo shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Përpara votimit të së dielës, partitë opozitare si Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk tregojnë shenja se do të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj Kurtit. LDK, PDK dhe AAK e shohin Kurtin si një populist që ka penguar marrëdhëniet me Perëndimin dhe ka sabotuar antarësimin në NATO dhe procesin e integrimit në BE, tha Haki Abazi, kandidat për deputeti i AAK-s. Abazi ishte zëvendës kryeministër në ndërtimin e Kurtit gjatë mandatit të tij të parë në vitin 2019, por më vonë u përjashtua nga partia për shkak të mosmarrëveshjeve me drejtimin politik. Kurti shihet si toksik dhe fragmentar, tha Abazi, duke shtuar se kjo është arsyeja pse asnjë nga të tre partitë nuk do të formojnë një koalicion me udhëheqësin e vetëvendosjes. Ekziston mundësia që të tre partitë opozitare të formojnë një koalicion për të parandaluar një tjetër bllokim politik, me Abazin, që e quan një skenar të tillë shumë të mundshëm. Megjithatë, deputetja Blerta Daliu Kodra nga PDK thotë se mbetet të shihet se cilat do të jenë shifrat, megjithëse ajo pret që një qeveri të formohet pa Kurtin si kryeministër. Kandidati i PDK-s, Hajdar Beqa, thekson se qeveria Kurti ka dëmtuar seriozisht procesin e integrimit evropian të Kosovës, duke theksuar se nevojën për një qeveri të re për ta kthyer vendin në një rrugë të sigurt drejt BE-s. Megjithatë, zëvendës ministrja e jashtme në detyrë dhe kandidatja e vetëvendosjes Liza Gashi thekson se gjatë mandatit të Kurtit, partia në pushtet forcoi institucionet demokratike, përmirësoi treguesit kryesor ekonomik, zgjeroi mbrojtjen sociale dhe qeverisi me integritet dhe stabilitet. Vetëvendosja hyn në këto zgjedhje me një karrierë të fortë qeverisëse dhe mbështetje të gjerë publike. Ndërkohë, kërkesa e Kosovës për antarësimin në BE mbetet në sirtarët e Bashkimit Evropian, tha Osmani, duke folur gjatë një samiti BE Ballkanin Perëndimor javën e kaluar. Vendi aplikoi në vitin 2022, por që atëherë është bërë pak përparim. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi në samit se BE-ja do të heqë sanksionet e vitit 2023 kundër Kosovës për shkak të tensioneve në veriun me shumicë serbe dhe do të zhbllokojë mbi 400 milionë euro ndihmë financiare. Kosova tashmë shpallet me një betejë të vështirë për shkak të 5 shteteve të BE-s që nuk e kanë njohur, por nëse vendi nuk arrin të formojë përsëri një qeveri, Kosova rrezikon të humbas aksesin në planin e rritjes prej 6 miliardë eurosh të bllokut për Ballkanin Perëndimor, pasi duhet të zbatojë reforma për të zhbllokuar fondet. Kosova tashmë përballet me një betejë të vështirë për shkak të 5 shteteve të BE-s që nuk e kanë njohur dhe vendi nuk mund të përballojë një vit tjetër të humbur për shkak të paaftësisë së politikanëve për të bërë atë për të cilën janë zgjedhur. Të ofrojnë zgjidhje, jo të krijojnë probleme, tha Besar Gërgi, një ekspert në integrimin evropian të grupit për studime ligjore dhe politik. Një grup ekspertësh në Kosovë, Çiproja, Sllovakia, Spanja, Greqia dhe Rumania nuk e njohin Kosovën. Presidenti Aleksandar Vučić tha se shpreson për një fitore të madhe dhe domethënëse për partinë më të madhe serbe në Kosovë, Lista Serbe, duke pritur që ajo të sigurojë vende për të përfaqësuar interesat e serbëve, jo të Albin Kurtit. Serbia ende nuk e njeh Kosovën dhe i referohet shtetit si Kosova dhe Metohia, emri i saj më parshëm si provincë serbe. BE-ja është përpjekur të përmirësojë marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut Beograd-Prishtinë. Megjithatë, pavarësisht viteve të bisedimeve, ndërhyrja ka dhënë pak rezultate konkrete. Kosova dhe Serbia nënshkruan një marrëveshje normalizimi në vitin 2023, e cila përfshin njohjen de facto të ndërsjellë të sovranitetit të njëra tjetrës. Ne duhet të normalizojmë marrëdhëniet me Serbinë, tha Kurti në një intervistë të kohëve të fundit me AFP-n, duke shtuar se normalizimi i marrëdhënieve me një regjim autoritar fshinj që nuk të njeh, që gjithashtu nuk i pranon krimet e kryera gjatë luftës, është mjaft i vështirë. Kurti dëshiron që Serbia të dorëzojë Milan Radocićin, një ish politikan të listës serbe i cili komplotoi një sulm terrorist në veri të Kosovës në vitin 2023, që rezultoi në vdekjen e një polici të Kosovës. Radocić kërkohet në Kosovë, por aktualisht ndodhet në Serbi.